Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkoi sërish dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, duke akuzuar si përgjegjës për dy çështje që po hetohen nga SPAKU, tenderat në infrastrukturë dhe tenderat në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Në një konferencë me gazetarët, Berisha lajmëroi se të premten do zhvillojë një takim me çdo faktor opozitar për të përgatitur betejën kundër qeverisë Rama. Për të krijuar një bashkërendim, një front të gjerë kundër narkoregjimit të Edi Ramës dhe për të marrë të gjitha lëvizjet, protestat, demonstratat, revoltat e domosdoshme për largimin e tij 1 minutë më parë. Për opozitën, bllokimi nga Edi Rama i heqjes imunitetit të Lubi Ballukut, marrja në mbrojtje e delinkuentes Mirlinda Kaçanaj, janë një thirrje e madhe për shqiptarët për të ngritur në revolt. Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po shkel kushtetutën e rregullore në kuvendit duke mos lejuar shqyrtimin e kërkesës së SPAKut për imunitetin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Edi Rama në vend të dorëheqjes së tij të menjëhershme, ju bëri ditur shqiptarëve se ai është i gatshëm të përdorë 83 mandatet e krimit për të mbrojtur miliardat e vjedhura prej tij dhe bashkëpunëtorët e tij. Por kryetari i Partisë Demokratike artikuloi akuzat e ashpra ndaj gjykatës kushtetuese, e cila në datë 22 janar do të vendosë nëse SPAKU dhe gjykata e posaçme kanë apo jo të drejtë të pezullojnë një ministër. Pra gjykata kushtetuese s'është gjë tjetër, vetëm një organizatë shpifur e Partisë Socialiste. Sipas Berishës, gjykata kushtetuese ka aplikuar 2 standarde pasi legjitimoi kërkesën e kryeministrit Edi Rama kundër SPAKut për rastin Balluku, por nuk legjitimoi kërkesën e 1/5 së deputetëve të kuvendit për rastin e tij, edhe pse drejta e tyre për të vënë lëvizje kushtetuese është e pakufizuar.